Izraeli thot se ka goditur 10 raketa hedhës të Hezbollahut në një qendër komandimi në Libanin Jugor, pasi raketat u hodhen nga atje në Izrael për herë të parë që nga marrëveshja e pushimit të nëntorit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha më herët se kishte udhëzuar forcat e mbrojtjes së Izraelit, IDF, të veprojnë në forcë kundër 10 objektivave terrorist. Media shtetërore e Libanit tha se një person u vra në sulmet izraelite. IDF tha se 3 raketa u kapën në qytetin verior të Izraelit me tula të shtunë në mëngjes. Nuk ka pasur të lënduar, asnjë grup deri tani nuk e ka pranuar se ka lëshuar raketat dhe kryeministri i Libanit paralajmëroi kundër tërheqjes së vendit të tij në një luftë të re. Marrëveshja e pushimit i dha fund luftimeve 14 mujore me Hezbollahun, grupin armatosur libanez të mbështetur nga Irani. Forca paqërujtëse OKB-s në Liban, UNIFIL, tha se ishte alarmuar nga përshkallëzimi i mundshëm i dhunës, duke i kërkuar si Izraelit ashtu dhe Libanit që të respektojë angazhimet e tyre, shkruan BBC.